Armando Cungu ish futbollisti kampion me Vllaznin dhe tani është shumë i suksesshëm me disa skuadra duke kaluar disa ture në Europë. Është antar i ri i Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit. Urime, profesor Cungu. Faleminderit. Një detyrë e re, se ndoshta se keni pritur më herët sepse jeni akoma i freskët në kontributin e futbollit, por një detyrë zyrtare, si e pritet? Është vërtet. Patjetër që e prita mirë, megjithatë jam dakord, siç thuat edhe ju, pak herët ndoshta për këtë. Patjetër që e prita me kënaqësi. Jam mirënjohës shumë për personat të cilët monin të mujtë me gjonë, që ishin iniciatorët, nëse mund të them kështu. Duke futur patjetër kryesore e Federatës Shqiptare të Futbollit, por edhe personi i cili ka iniciuar, nëse mund të them kështu, dhe ka referuar emrin tim duke bërë propozimin presidentin e ekipit Laçit, Bashkëlaska. Në jetën kohë edhe këtu në Vllaznia me president zotin Xhaferi, pasi për të kandidat në komitet, patjetër që duhen 2 propozime nga klubet të superiores. Dhe këto 2 propozime erdhën nga Laçi dhe nga Vllaznia. Kështu që mirënjohës dhe faleminderoj shumë. Sikurse faleminderoj edhe miqtë e mi që më kanë dhënë afër këtë periudhë, sepse në një farë mënyrë tashmë po e quajmë në një farë fushate, ka kanë pothuajse 1 majore, patjetër që dashur të komunikoj, të takoj faktor sportiv dhe janë një rezultat që edhe. Një farë mënyrë se ka bërë provë si futbollist, klas futboll, në nivele të larta, jem të fitoj tituj, ka bërë provë si trajner të shtash po bëjnë provë një detyrë të re. Profesor Cungu, e veçanta juaj dhe vlerësimi për ju shfaqet mjaft dukshëm edhe tek votimi. Keni marrë një numër të konsiderueshëm, keni qenë i 2 apo i 3 më i votuari në listën për 10 antarësh. Po, është vërtet. Them drejtën, nuk e kam prit këtë votim në kuptimin që nuk kam prit se mund të marr kaq shumë vota. Patjetër sepse konkurrenca ishte e madhe, emrat të futbollit ishin në Brown, siç ishte edhe Gericipi, o futje të reja, presidenti i TUC, që ka një kontribut të jashtëzakonshëm në futbollin shqiptar, zoti Manda Sanbelliu, dhe shumë njerëz tjerë, po tjetër edhe që edhe ish persona të tjerë, të cilët aderojnë prej 2 apo 3 mandate, shumë ndoshta edhe më tepër në këtë kryesi, kështu që nuk ishte lehtë, por faleminderoj me zemër të gjithë ata që më votuan. U bë 2 lloj votimi, nëse mund të them kështu, sepse komiteti përbohet prej 10 antarësh, ku domosdoshmërisht me statut njëri do të ishte femër. Dhe u votu në veti për personin Anila Basha, e cila në 48 antarë, 47 votuan për dhe 1 abstenim. Dhe njëta gjë ndodhi, por me pak votues më tepër, me 44 vetë për meshkuj, domethënë për ne, dhe personi po më i votuar me 44 antarë, pra sa ishin prezent në atë moment, doli presidenti i TUC, zoti Sanbelliu, dhe i dyti isha unë me 43 vota për një më pak. Jam shumë falenderues dhe mirënjohës të gjithë atyre që më kanë votuar. Profesor, duke parë dhe listën e Komitetit Ekzekutiv, dallojmë që Armando Cungu është i vetmi person nga Shkodra, jo vetëm nga Shkodra, por edhe i vetmi kandidat dhe tashmë antar nga i gjithë veriut shqiptar. Ka ju ngarkon me një farë përgjegjësiet për të kontribuar jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë veriun. Patjetër, nuk kishte se si Shkodra mos të përfaqësote në këtë komunitet me antarën e vet. Fati e dhe që ti isha unë, por patjetër që unë nuk jam vetëm për Shkodrën që e kam detyrim moral dhe qytetar për të kanë zani i Shkodrës, por për gjithë Shqipërinë jeni aty një komitet i cili do funksionojmë gjithmonë në vendimet e marra në të zhvillimit të futbollit, të çurisë saj, që nga moshët e vogla deri te kombëtarja e madhe ku vetë fakt është fokusi i Kosovës, sidomos në këto momente që në muajin mars është ndeshja shumë e rëndësishme, moshta historike e historisë së futbollit shqiptar, pra përballje me Poloni, ku shpresojmë dhe më në fund një ëndër që për ne shqiptarët nuk kanë pa imagjinueshme, tashmë jena shumë afër dhe urojmë me zemër që i djemë të kombëtarës të na ndarojnë dhe na japin një mundësi që të jena për herë parë në histori në një kampionat botror. Profesor Cungu, kjo është një detyrë shumë e rëndësishme dhe fisnike, ti jesh në parlamentin e futbollit shqiptar, kështu konsiderohet edhe kjo 10-çe, por duke parë edhe informacionet më të fundit dhe komentet mediatike dhe me gjërë, Armando Cungu është në shenjesë dhe i preferuar për klubet të rëndësishme të futbollit shqiptar, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nëse do të jetë diçka e tillë, Cungu është mes detyrës së trajnerit dhe antarit të komitetit. Po mua mirë, që kam zemër është e njëri, por
këto momente preferova që të ndjeku një aventurë të re, nëse mund të them kështu. Dhe do shohim se si do rrjedhin ngjarjet në vazhdimsi, por patjetër që do vazhdoj besnik këtij mandatit në Federatën Shqiptare të Futbollit. Urilla një herë Tungu për këtë detyrë të re dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit dhe ju, mediave gratë veçanti ty, si një gazetar me shumë eksperiencë dhe që gjithmonë na gjillë shafër dhe përsëron me vërtetësi të gjitha aktivitetet sportive, kështu që një mirënjohje të madhe dhe një kompliment sepse realisht e meriton. Dhe shoj të përshë suksese. Faleminderit ju.